Horoskopi ditor 12 nëntor 2025. Dashi, sot, dashi është si një shkëndij që ndizet me një frym, plot energji, por edhe i rrezikuar të shpërthejë në drejtim të gabuar. Me që Mërkuri dhe Marsi janë bashkuar, ke përballë një ditë ku mendja dhe veprimi ecin në të njëjtin ritëm, por pa shumë filtr. Fjalët dalin shpejt, reagimet janë të menjëhershme dhe mund të thuash diçka që më vonë do doje ta kishe mbajtur për vete. Kjo është një ditë ku çështje të vjetra, sidomos ato që lidhen me keqkuptime, debate apo emocione të pashprehura, mund të kthehen papritur në skenë. Nuk është rastësi, Mërkuri është retrograd dhe çdo fjalë që thua sot ka forcën e një ekos që kthehet pas dhe të godet sërish. Por kjo nuk është për t'u trembur, është një mundësi për t'u përballur me të shkuarën, për të folur qartë, për të prerë nyjet që të kanë mbajtur pezull. Gjithsesi, mos haro, kur Marsi dhe Mërkuri bashkohen, zëri i arsyes mund të humbas në zhurmën e emocioneve të forta. Mund të ndihesh sikur çdo gjë duhet të ndodh tani, menjëherë, por në fakt, forca e kësaj dite qëndron te durimi dhe te mënyra si e kanalizon energjinë, në vend që ta përdorësh për të fituar një debat, përdore për të fituar veten. Shkruaj, krijo, merr një vendim që ke shtyr prej kohësh, apo përfundo diçka që të ka lodhur mendjen. Energjia e sotme është si një stuve shkurtër, e fortë. Por pas saj ajri pastrohet. Nëse arrin ta përballosh me kujdes, fundi i ditës mund të gjejë më të çliruar, më të qartë dhe gati për kapitullin tjetër. Në thelb, kjo është dita kur universi të thotë, fol, por mendo përpara. Vepro, por dije pse. Demi. Sot, Demi ndodhet në një terren të ngarkuar me energji mendore, sikur truri yt është një motor që s'mund të ndalet. Mërkuri retrograd është bashkuar me Marsin dhe kjo sjell një përzierje të çuditshme midis dëshirës për të rregulluar gjithçka menjëherë dhe tensionit që ndjen kur gjërat nuk ecin sipas planit. Mund të kesh ndjesinë se je afër zgjidhjes së një problemi të vjetër, por kujdes, mos e nxito procesin. Kjo ditë të nxit të shohësh pas, të analizosh, të korrigjosh e të mësosh nga ajo që ke bërë më parë. Mund të zhytesh në punë që kërkojnë përqendrim, si rishikime, plane, projekte, apo ide që më në fund po marrin formë. Një ide e re mund të vijë papritur, por mos e merr si një shenjë për të vepruar menjëherë, është më shumë një sinjal për të reflektuar dhe për ta përgatitur mirë terrenin në marrëdhëniet me të tjerët. Kjo energji mund të bëjë pak më i ashpër apo më direkt se zakonisht. Kujdes me tonin e zërit, sepse një fjalë e nxituar mund të krijojë keqkuptime të panevojshme. Sot është më mirë të tregosh forcën tënde përmes qetësisë dhe qëndrueshmërisë, jo përmes garës se kush ka të drejtë. Nëse arrin ta kanalizosh këtë valë të fortë energjie drejt zgjidhjeve, jo reagimeve, dita mund të kthehet në një pikë kthese. Mund të zbërthesh diçka që të ka penguar prej kohësh, një vendim, një situatë pune, apo një dilemë personale. Në thelb, kjo është një ditë ku mendja jote është si një furrë që punon pa ndërprerje. Mos e lër të digjet buka, kontrollo nxehtësinë, përdor logjikën dhe rezultatet do të jenë të forta e të qëndrueshme. Binjakët, sot, gjithçka rrotullohet me shpejtësinë e mendimeve të tua dhe mund të duket sikur bota përreth ka shtypur gazin. Bashkimi i Mërkurit me Marsin sjell një valë energjie të fortë, por edhe tension në komunikim. Fjalët dalin shpejt, debatet shpërthejnë papritur dhe ndonjëherë njerëzit që ke pranë, sidomos partneri apo dikush i afërt, mund të reagojnë në mënyrë të papritur, madje edhe të ashpër. Kjo nuk është domosdoshmërisht diçka negative. Është shenjë që një çështje e vjetër, një keqkuptim apo ndjenjë e pashprehur, kërkon vëmendjen tënde tani. Universi po të shtyn ta shohësh përballë, jo ta shmangësh. Por, nëse çdo gjë e merr personalisht, mund të ndihesh sikur po lufton me erën. Kjo ditë të mëson diçka thelbësore. Jo çdo debat ka nevojë për përgjigje dhe jo çdo fjalë meriton kundërshtim. Kur energjia rritet, më e mençur është të tërhiqesh një hap pas, të marrësh frymë dhe të kujtosh se paqja jote vlen më shumë se fitimi i një argumenti. Më vonë gjatë ditës, hëna zhvendoset në sferën e familjes dhe qetësisë. Është momenti perfekt për të rikthyer në bazë, ndoshta në shtëpi, me njerëzit që të japin ndjenjën e sigurisë.
Përgatis një ambient të qetë, largo mendjen nga shurma dhe lidhu me veten. Në fund, sot është një ditë për të kuptuar se forca jote nuk qëndron në shpejtësinë e përgjigjeve, por në mençurinë e heshtjes. Gaforja, në fillim të ditës mund të kesh një dëshirë të fortë për qetësi dhe rregull, por energjitë përreth nuk janë aq të buta sa do doje. Bashkimi i Mërkurit me Marsin sjell tension, nxitje për të vepruar shpejt dhe për të folur pa shumë mendim. Një çështje që të ka lodhur mendjen mund të duket urgjente për të zgjidhur, por kujdes, Mërkuri është retrograd dhe çdo hap i nxituar mund të hapë më shumë nyje se sa zgjidh. Sot ke guxim për të përballuar diçka që më parë ndoshta e ke shmangur, por mos haro, historia s'është e gjitha e shkruar ende. Ka detaje që s'janë shfaqur dhe ndjenja që duhet t'i kuptosh më thellë përpara se të flasësh ose të vendosësh. Energjia mendore është e fortë, por nëse e lë të kthehet në nervozizëm, rrezikon të bësh gabime ose të lodhesh emocionalisht. Më mirë përdore këtë valë për të çliruar nga gjërat që të mbajnë pezull, pastrimi i mendimeve, heqja dorë nga detyrimet të panevojshme, mbyllja e çështjeve të hapura. Sot nuk është dita për të shtyrë diçka me forcë, është dita për të qartësuar rrugën që do të ndjekësh nesër. Luani, sot mendja jote është si një motor që nuk ndalon, plot ide, nxitim dhe dëshirë për të vepruar. Mërkuri dhe Marsi janë në një bashkim të fortë, dhe kjo ndes tek ti atë instinkt të njohur për të marrë kontrollin dhe për të gjetur zgjidhje menjëherë. Por kjo energji mund të kthehet lehtë në presion ose tension të brendshëm, ndaj duhet ta menaxhosh me kujdes. Mund të ndihesh sikur po garon me kohën, apo se diçka nga e kaluara po të pengon të ecësh përpara, një ide, një projekt krijues, një marrëdhënie që ka mbetur pezull, ose diçka që lidhet me ndjenjat e tua. Sot universi po të shtyn ta përballosh, por jo me vrull, me qartësi dhe vetkontroll. Në fushën e dashurisë dhe krijimtarisë mund të ndodhë një rikthim i papritur i emocioneve apo një person që ringjallet nga kujtesa. Mos u nxit të veprosh menjëherë, Mërkuri është retrograd dhe çdo lëvizje e shpejtë mund të sjellë keqkuptime. Më e mençur është të përdorësh këtë valë energjie për të analizuar, për të kuptuar ku ke qenë dhe çfarë do vërtet. Mos kërko të fitosh garën, kërko të gjesh ritmin tënd. Në fund, sot mund të duket sikur gjithçka po ndodh me zhurmë, por nëse arrin të qëndrosh i qetë në mes të gjithë kësaj stuje mendimesh, do kuptosh diçka të rëndësishme. Forca jote më e madhe nuk është zjarri, është mënyra si e kontrollon atë. Birgjëresha, dita për ty mund të nisë ngadalë, me një ndjesi qetësie që s'duket se do të zgjas shumë. Me kalimin e orëve, ritmi rritet dhe çdo gjë fillon të lëviz me shpejtësi. Mërkuri, sundimtari yt, është në bashkim me Marsin, një kombinim që sjell shumë nxitim, shumë mendime dhe pak durim. Në shtëpi ose në jetën personale mund të ndihesh sikur gjithçka po ndodh njëherësh. Dikush kërkon përgjigje, diçka duhet përfunduar, një çështje e vjetër po rikthehet për zgjidhje. Kjo është ajo lloj dite ku truri yt punon pa pushim, por rrezikon të mbingarkohet nëse nuk e kanalizon me kujdes. Kujdes me temat delikate, debatet mund të shpërthejnë më shpejt se sa e mendon. Dhe fjalët e nxituara mund të ndezin situata të panevojshme. Mos lejo që nervozizmi apo padurimi të prishin qetësinë që ke ndërtuar. Në vend që të përpiqesh t'i bësh të gjitha menjëherë, zgjedh një detyrë, një projekt, diçka që e ndjen si të rëndësishme dhe përqendrohu aty. Energjia e sotme është e fortë për t'u përdorur në mënyrë produktive, për të mbyllur diçka që ke nisur apo për të pastruar hapësirën tënde, fizike dhe mendore. Nëse arrin ta kontrollosh ritmin dhe të mos humbesh në kaos, kjo ditë mund të kthehet në një pikë efikase për ty, nga mbingarkesa në qartësi. Kujtoje, qetësia është arma jote më e fortë sot. Peshorja, sot mendja jote është e mbret si brisk, çdo detaj, çdo fjalë, çdo shenjë të vogël e kap menjëherë. Por bashkimi i Mërkurit retrograd me Marsin mund ta kthejë këtë zgjuarsi në tension, sidomos nëse rikthehet një problem i vjetër që të ka lodhur më parë. Ka shumë energji mendore në ajër dhe rreziku më i madh është të flasësh ose të reagosh më shpejt se sa duhet. Kujdes, jo gjithçka që thuhet sot del nga zemra.
Njerëzit mund të jenë më impulsiv, përfshirë edhe ti fjalët mund të fluturojnë si shigjeta dhe të lënë gjurmë, prandaj më mirë është të ruash një lloj distance emocionale, të dëgjosh më shumë dhe të mos marrësh çdo gjë personale. Në anën pozitive, kjo ditë të zgjon pasionin për diçka që ndoshta e ke lënë pas dore, një ide, një projekt, një temë që dikur të frymëzonte. Është koha për ta rikthyer në jetë, për t'i dhënë formë asaj që të ndes trurin dhe zemrën njëkohësisht, do të ketë shpërqendrime, por nëse arrin të ruash balancën tënde, atë cilësinë tipike të peshores për të mbajtur gjithçka në harmoni, mund të përfitosh shumë nga kjo energji. Mos lufto për të pasur të drejtë, por për të kuptuar më thellë. Në fund, sot nuk është dita për të fituar debate, por për të rikthyer vullnetin, guximin dhe pasionin që ndoshta e ke lënë në heshtje. Akrepi, sot, truri yt është në nxitim të plot, si një motor që nuk ndalet. Ke dëshirë të veprosh, të zgjidhësh, të kontrollosh çdo gjë që të ka dalë jashtë ekuilibrit. Me Mërkurin retrograd që bashkohet me Marsin, ndjen një shtysë të fortë për të rregulluar një çështje që lidhet me punën, paratë ose një marrëdhënie që të ka vënë në provë. Një problem i vjetër mund të rikthehet papritur dhe do të duket sikur kërkon zgjidhje të menjëhershme, por në fakt, ajo që duhet tani është durim dhe qartësi, mos u nxit të veprosh me impuls apo të flasësh pa menduar. Fjalët sot mund të jenë si zjarr, ndezin shpejt dhe digjen gjallë. Kujdes sidomos me komunikimin në marrëdhënie, sepse një debat i vogël mund të kthehet në një rreth pa dalje, ku askush se dëgjon askënd. Megjithatë, kjo energji është shumë e vlefshme nëse e përdor me zgjuarsi. Është momenti perfekt për të rishikuar planet e tua financiare, për të analizuar buxhetin, apo për të rifreskuar një ide biznesi që dikur e kishe lënë pezull. Mos nis asgjë të re, vetëm përmirëso atë që tashmë ekziston. Në thelb, kjo ditë të kujton një nga mësimet më të forta të akrepit. Fuqia e vërtet nuk është në reagimin e menjëhershëm, por në kontrollin e thellë. Sot, qëndro i ftohtë, vëzhgo, analizë dhe kur të vijë momenti i duhur, vepro me precizion. Jo me nxitim. Shigjetari, sot je si një flak që s'mund të ndalet, plot ide, nxitim dhe dëshirë për t'u hedhur menjëherë në veprim. Mërkuri dhe Marsi janë bashkuar në shenjën tënde, duke ndezur një zjarr të brendshëm që të shtyn të flasësh, të veprosh dhe të kërkosh më shumë nga vetja dhe të tjerët. Por me Mërkurin retrograd, kjo energji mund të shpërndahet në drejtimin e gabuar nëse nuk e kontrollon. Mendja jote ecën më shpejt se zemra, dhe më shpejt se njerëzit përreth. Mund të thuash diçka pa qëllim të keq, por që të tjerët ta marrin si thunë. Mund të ndërmarrësh një hap të guximshëm, por të ndihesh menjëherë i pavendosur. Kjo ndodh sepse universi po të kërkon të ndalesh një moment dhe të shohësh prapa, të kuptosh ku ke gabuar. Çfarë mund të përmirësosh dhe ku duhet të ripozicionohesh, në vend që të garosh për të fituar, sot fito duke reflektuar. Përdore këtë fuqi mendore për të pastruar rrugën për fillime të reja, për të korrigjuar, rishikuar apo përmirësuar projektet që të kanë rëndësi. Mos e harxho energjinë në debate apo justifikime, jeta apo të përgatit për një kapitull të ri, dhe ky është momenti për ta përfunduar të vjetrin me dinitet. Vizioni yt është i madh, fryma jote është e guximshme. Mjafton pak durim që gjithçka të bjerë në vendin e duhur. Sot, fjalët e tua kanë fuqi, por heshtja jote mund të ketë më shumë peshë. Britsjapi, sot, një pjesë e thellë brenda teje dëshiron të mbyll një kapitull që ka zvarritur për shumë kohë. Bashkimi i Mërkurit me Marsin në zonën e karmës tënde të nxit të përballesh me diçka që të ka penguar të ecësh përpara, një çështje e pambaruar, një faj i vjetër, apo një situatë që s'e ke sqaruar plotësisht. Ke dëshirë ta zgjidhësh menjëherë, ta presësh nyjen me një lëvizje të vetme, por kujdes, Mërkuri është retrograd dhe kjo nuk është koha për nxitim, në prapaskenë po ndodh diçka më e thellë se sa duket. Ka informacione, emocione, ose fakte që ende nuk kanë dalë në dritë. Në vend që të shtysh me forcë për një përgjigje, lejo që procesi të zhvillohet në ritmin e vet, do të kuptosh më shumë duke pritur se sa duke shtyr. Gjithsesi, kjo ditë mund të të lodhë mendërisht.
Truri yt është i mbushur me analiza, me plane dhe skenar, prandaj është e rëndësishme ta kanalizosh këtë energji diku që të sjellë dobi, në krijimtari, në pastrimin e hapësirës personale, apo në ndonjë projekt që kërkon durim dhe fokus. Në thelb, sot universi të jep një mundësi për të shlyer diçka të së shkuarës, por me maturi dhe mençuri. Mos haro, britsjapi nuk fiton duke nxituar, por duke vepruar me qëllim. Dhe çdo hap i matur që bën sot është një derë më pak që do të mbetet e hapur pas teje nesër. Ujori, sot, një çështje e vjetër mund të dalë përsëri në dritë, duke të trazuar mendjen dhe duke të bërë të ndihesh i nxituar për të vepruar. Bashkimi i Mërkurit me Marsin ndez energji të forta, por me Mërkurin retrograd, kjo fuqi mund të shkojë në drejtim të gabuar nëse nuk e menaxhon me kujdes. Është e lehtë të humbasësh qetësinë dhe të reagosh shpejt, ndonjëherë para se të kesh të gjithë informacionin. Mund të ndodhë një bisedë e sinqertë ose një situatë që të zgjon papritur dhe mund të ndihesh i irrituar, i lodhur ose i ngarkuar. Por kjo nuk është koha për vendime të nxituara, qartësia nuk është ende e plotë, dhe çdo hap impulsiv mund të sjellë më shumë konfuzion se sa zgjidhje. Sot është më mirë të marrësh kohë, të vëzhgosh situatën dhe të planifikosh pa nxitim. Shfrytëzo këtë energji për të reflektuar dhe për të kuptuar se çfarë është e rëndësishme për ty, në vend që ta harxhosh duke debatuar ose duke reaguar impulsivisht. Në fund, ujori i ditës së sotme mëson se fuqia nuk është në shpejtësi, por në durim dhe mençuri, dhe se herët avon, qetësia të jep përgjigjet që nuk mund t'i marrësh në tension. Peshqit, sot mund të ndihesh mirë duke qenë i zënë, si të kesh plot gjëra për të bërë dhe ide që kërkojnë veprim. Por bashkimi i Mërkurit me Marsin sjell një ndjesi se gjithçka duhet të përfundojë shpejt, edhe pse historia nuk ka përfunduar akoma dhe ka shumë detaje që s'janë shfaqur. Kujdes me fjalët dhe veprimet impulsive, mund të thuhen ose bëhen gjëra që më vonë do të pendohesh. Një problem i vjetër që e kishe lënë mënjan mund të rikthehet, ose mund të ndihesh i shtyrë për të rregulluar diçka komplekse. Por energjia jote sot është më e fortë se zakonisht, mënyra se si komunikon dhe vepron ka peshë. Përdore këtë fuqi për të përparuar, jo për të krijuar konflikte. Në thelb, kjo ditë të fton të jesh i zënë me qëllim, të përqendrosh energjinë dhe të veprosh me mençuri. Kur kanalizon këtë fuqinë mendore dhe emocionale në drejtimin e duhur, mund të përfundosh gjëra që më parë kanë dukur të pamundura.